Vazhdojmë, shohim si do jetë java në lidhje me shenjën tuaj. Është një javë pak e vështirë, duhet keni kujdes gjatë kësaj jave. Duhet keni kujdes më shumë se ç'duhet. Në lidhje me gjithçka. Atëherë, ju shoh që do merrni një lajm të mirë, që në fillim të kësaj jave do gëzoni si fëmijë. Do t'i vendosni qëllime vetes mbas marrjes së këtij lajmi. Mund të jetë një lajm në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por mund të jetë edhe një lajm te vendi punës ose edhe nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër mund të keni edhe oferta gjatë kësaj jave dhe do t'i vendosni qëllime vetes dhe fati do t'ju ndihmojë. Një pjesë prej jush do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri dhe fati do t'ju ndihmojë edhe pse ju shoh që mund të jetë diçka e fshehtë, mund të jetë një dashuri e fshehtë. Për pjesën tjetër, do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me fëmijët tuaj. Ju mund të merrni një lajm nga fëmijët, do t'ju gëzojë kjo gjë, dhe ju mund të vendosni qëllime për fëmijët tuaj. Dhe ju shoh që mund të jenë në lidhje me shkollën, lidhje me punën, lidhje me largime të ndryshme, varet nga situatat që ju keni. Dhe fati do t'ju ndihmojë të çoni gjërat para, por ju shoh që do ta mbani të fshehtë këtë gjë. Në rastin tjetër, për një pjesë prej jush do keni një ofertë mirë pune, ose në lidhje me bashkëpunimet, me karrierën tuaj, partneritetet të ndryshme, sepse shoh që do keni dhe kontrata gjatë kësaj jave. Gjithsesi, fati ju ndihmon në lidhje me gjithçka, për t'i çuar gjërat para dhe thjesht në fund të javës duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me një sekret. Ju ose do mësoni një të fshehtë, një sekret, ose do mbani gjithçka që do bëni gjatë kësaj jave, do ta mbani të fshehtë dhe nuk dëshironi ta ndani dhe me persona të tjerë. Dhe është një javë shumë e mirë gjithsesi, por do keni lajme të mira, tham kontrata të rëndësishme me qëllime, fati do t'ju ndihmojë, thjesht mund të mësoni një sekret, keni parasysh këtë, ose ju mund të mbani sekret situata të ndryshme. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet gjithë muaji, por dhe videot e javës dhe videon me hënën e plot, por dhe temat të ndryshme. Dhe shohim si do jetë java për ju. Shoh që për një pjesë prej jush do ndiheni konfuz në lidhje me një dashuri. Dëshironi të merrni iniciativa, por ndiheni në dilema në lidhje me një person ose ju vetë në lidhje me një dashuri. Gjithsesi ju shoh që sikur ju janë lidhur këmbën dhe nuk bëni dot gjë në lidhje me këtë gjë. Sigur nuk jepni dot drejtim kësaj situate. Në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe aty shoh që mund të jeni pak konfuz ose mund të keni dhe disa diskutime gjatë kësaj jave, dëshironi të merrni iniciativa të ndryshme, shoh lajme të mira, por ndërkohë ju shoh edhe do ndiheni shumë emocional gjatë kësaj jave. Por në fund javës duhet keni kujdes, sepse tham, nga data 13 deri në datën 24 është një periudhë ku do ketë vështirësi. Prandaj këshillohet të jeni sa më të kujdesshëm gjatë kësaj jave. Thjesht do keni disa, sikur diçka ju pengon për të bërë gjërat që ju dëshironi. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj. Në qoftë se aty do keni disa diskutime, nuk do t'jepni dot zgjidhje situatave në punë ose në lidhje me një kontratë pune që mund të keni gjatë kësaj periudhe. Por mund të jenë dhe kontrata të ndryshme, mund të jetë kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë, nuk e di, ju kontratan mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi ju shoh që do keni lajme të mira, por edhe pse do keni lajme të mira, edhe pse do çliroheni, në fund javë do ndiheni sikur do ndiheni pak të bllokuar më saktë. Dhe këtë mund ta merrni dhe në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Mund të jenë situata në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, nga ana ekonomike,
me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, por dhe me çfarë do lloj situate që do keni. Thjesht tregoni kujdes. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, por dhe videot me tema të ndryshme. Dhe shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Atëherë, ju shoh këtu jeni dhe në energjinë tuaj. Në lidhje me një njofje që dëshironi të bëni, do ndjeni pak, do keni pasiguri, ose do keni frikra emocionale për të futur në një njofje. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me lidhjet, njofjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju dëshironi të realizoni diçka aty. Por shoh që ose bini shumë të trishtuar dhe refuzoni një person që ju ofrohet, ose partneren tuaj, ose në rastin tjetër ju shoh që mund të jeni duke refuzuar diçka në lidhje me punën. Dëshironi të realizoni diçka, dëshironi të ndjeni të lirë, ose ju dëshironi të ndjeni të lirë dhe mund të jeni duke refuzuar një dashuri. Dhe ju shoh në energjinë tuaj që do jeni shumë transparent, shumë të hapur në lidhje me veten tuaj, ju shoh më tepër. Por do jeni dhe të ndërgjegjshëm në lidhje me këtë gjë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni prapaskena gjatë kësaj periudhe, ju dëshironi të realizoni diçka te vendi punës nga ana ekonomike ose edhe në situata të ndryshme që jeni, dhe ju shoh që aty mund t'ju bëhet një prapaskenë. Thjesht tregoni të kujdesshëm gjatë kësaj jave, ndërkohë ju bini të trishtuar dhe nuk shikoni që një dorë nga universi sikur po ju mbështet ose sikur ju jep këtë kupë. Gjithsesi, është një javë ku nuk është javë e keqe, thjesht duhet keni të kujdesshëm, sepse ju mund të keni frikra emocionale gjatë kësaj jave për të realizuar diçka. Dëshironi të realizoni një njofje dhe ju keni frikra të brendshme. Mund të dëshironi të realizoni një punë, një projekt, një bashkëpunim, dhe aty ju ka pasiguria për ta bërë këtë. Thjesht dhe refuzoni, e shoh që refuzoni, mos e refuzoni, sepse shoh që ju keni një dorë nga universi që ju jep këtë mirësi ose këtë gjë të bukur. Por jeni në energjinë tuaj dhe ju shoh që do jeni shumë të drejt për drejt, do jeni shumë të hapur dhe shumë transparent ndaj situatave të ndryshme që keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe video me tema të ndryshme të këtij kanali, sepse gjithmonë ka diçka për ju. Atëherë shohim energjinë tuaj. Ju shoh që sikur jeni tërhequr në veten tuaj, dëshironi të shkputeni nga jeta sociale, nga rrjetet sociale, nga njerëzit, ose nga gjithçka që ju rrethon, dhe sikur dëshironi të mendoni se si të jepni drejtim situatave. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me një situatë në dashuri, në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dëshironi të lini mbrapa vështirësitë, ju shoh, dhe të merrni një drejtim më të qetë në lidhje me gjithçka. Për pjesën e personave që mund të jenë në njofje ose në lidhje, do jepni dhe do merrni me një person, por ndërkohë ju shoh që do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, jeni duke menduar rreth
punës tuaj, rrethanës ekonomike, mendoni se si t'i jepni drejtim situatave, por gjithsesi unë shoh që ju do t'i lini mbrapa vështirësitë për të marrë një drejtim më të mirë. Do merrni disa para, por këto para ashtu si do t'i merrni, mund edhe t'i shpenzoni, mund t'jenë pagesa faturash ose ju mund të bëni blerje të ndryshme dhe parat do ikin ashtu si do vinë, por ju shoh me qëllime në veten tuaj, me kontrata të rëndësishme. Mund të jetë një kontratë pune, një kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë për largime jashtë shtetit, ose mund t'i merrni kontratat nga më të ndryshmet. Gjithsesi, është një javë e mirë, sepse ju lini mbrapa vështirësitë, jepni një drejtim më të qetë situatave, vendosni qëllime në veten tuaj, por keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe temat të ndryshme që postohen në këtë kanal. Atëherë ju shoh me qëllime që në fillim të kësaj jave. I vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri. Ju do merrni një lajm dhe ky lajm do t'ju gëzojë. Ju do gëzoni si fëmijë nga një person. Një pjesë tjetër për gjithë ata që janë në marrëdhënie mund të merrni nga fëmijët tuaj një lajm, por ndërkohë ju shoh që keni kaluar shumë probleme, shumë vështirësi dhe do t'i lini mbrapa këto situata. Dëshironi të hidhni hapa para, por do t'rregojeni dhe më të kujdesshëm. Ju shoh që do bashkëpunoni në lidhje me njofjet ose ju do investoni në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet te partnerit e partnerja juaj. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja. Mund të keni një ofertë pune gjatë kësaj periudhe, sepse ju i vendosni qëllime vetes për të bërë kontrata gjatë kësaj jave dhe një ofertë që do t'ju vi, do t'ju gëzojë. Dhe ju shoh që do filloni të rrisni të ardhurat tuaja. Për një pjesë tjetër, mund të jetë që ju mund të lidhni një kontratë për të rritur rrogën tuaj aty ku punoni, ose mund të jetë një kontratë në lidhje me partneritete, bashkëpunime, ku ju do t'i rrisni të ardhurat gjatë kësaj jave. Ndoshta do shikoni që ato do jenë duke rritur. Thjesht duhet të lini këto probleme mbrapa që keni pasur në të kaluarën dhe të tregojeni më të kujdesshëm në lidhje me gjithçka. Këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit qershor, por dhe video me tema të ndryshme. Atëherë, shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Ju shoh që është një javë forte ekonomike në lidhje me ju merrni disa para dhe jepni para. Për disa të tjerë, mund të merrni dhe jepni dashuri në lidhje me një person. Mund të shkëmbeni SMS ose diçka tjetër, por ju shoh që dëshironi të investoni në një njofje. Dhe këtu flasim për pjesën e personave beqar. Jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një fillim të ri. Duke u futur në një njofje të re, por që të marrë zhvillime të mira. Ndërsa për pjesën tjetër, ju do investoni në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Jeni duke menduar seriozisht, do keni shumë diskutime gjatë kësaj jave. Për një pjesë tjetër, do merrni disa para, por ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i shpenzoni. Dhe ju do jeni duke menduar për të rritur të ardhurat tuaja ose për të investuar diku.
ju mund të dëshironi të investoni ose të rrisni ato rrogën tuaj gjatë kësaj jave, ose në rastin tjetër mund të futeni në një partneritet, në një bashkëpunim, ose në lidhje me bashkëpunimet që keni, për të rritur të ardhurat te vendi punës, ose për të bërë një punë të dytë dhe për të shtuar të ardhurat tuaja. Ju shoh që mendoni shumë seriozisht në lidhje me anën ekonomike gjatë kësaj jave, por mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që keni. Gjithsesi, shoh fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira, shoh diskutime shumë në lidhje me ju, por ndërkohë një pjesë prej jush mund të jepni disa para dhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Sepse jeni duke menduar shumë seriozisht dhe në lidhje me këtë gjë. Dhe këto dokumenta mund të jenë nga më të ndryshmet, ju mund t'i merrni sipas situatave që ju keni. Atëherë është një javë mirë, ekonomike e fortë, shoh më tepër. Gjithsesi, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dëgjohemi në videot e radhës.